Kanceri i xhirit është kanceri më i shpesh në Kosovë, atakon secilën moshë të femrat, edhe të meshkujt është më i rrallë, pra do të në 100 femra me kancer është një mashkull, por është smundje e cila kohëve të fundit për fat mirë do të zbulohet pak më herët, që i bie do të zbulohet stadin e parë dhe dytë, kur dhe prognoza është pak më e mirë. Pacientët cilët kanë nevojë për menaxhim të efekteve anësore të terapisë, apo dhe pacientët cilët kanë nevojë për trajtim me rrezatim paliativ, dhe pacientët cilët marrin terapi pak një kohë më gjatë, qoftë edhe ato terapi 24 orë ose 46 orë, mund të hospitalizohen dhe të monitorohen nga ekipa kujdesare e cila i përcjell këta pacientë. Unë jam shumë optimist që shumë shpejt do të ketë, nëse ulëmtimet shkencore janë duke u bërë masivisht në krejt botën, do të kemi një trajtim edhe më të mirë, një trajtim më të suksesshëm, duke përdorur pikërisht këto banat e reja që ardhmja është do të thotë imunoterapia dhe tretmani me vaksinë, e cila do të rrisë qëndrueshmërinë, do të rrisë forcat biologjike imunitare të organizmit njeriut.